Një person ka humbur jetën ndërsa një tjetër ka mbetur i plagosur si pasojë të shtënave me armë zjarri që kanë ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në Gjakov. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës, Sheremet e Lezaj. Sipas tij, rreth orës 05:30 policia është njoftuar për të shtëna me armë zjarri në rrugën Vëllezërit Frashërin në Gjakov, ku 2 persona meshkuj të moshës madhore janë qelluar. Rreth orës 05:30 jemi njoftuar se në rrugën e Vëllezërit Frashërin në Gjakov 2 persona meshkuj të moshës madhore janë qelluar me armë zjarri. Si pasojë e plagëve të marra, njëri prej tyre ka ndëruar jetë në vendin e ngjarjes, ndërsa vdekja e tij është konstatuar nga ekipi mjekësor, ka deklaruar Elezaj. Ai bëri të ditur se personi tjetër ka mbetur i plagosur dhe është dërguar për trajtim mjekësor. Personi tjetër i plagosur është dërguar për trajtim mjekësor. Njësitë përkatëse policore janë përgjigjur menjëherë rastit dhe është njoftuar prokurori i shtetit, i cili po ashtu ka dalë në vendin e ngjarjes, tha Elezaj për Telegrafin. Sipas tij, policia aktualisht është duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore për arrestimin e të dyshuarit dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të këtij rasti. Po ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme hetimore me qëllim të identifikimit dhe arrestimit të dyshuarit, si dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, përfundoi ai.